Në ndërprerë muhabetin. Në herë jam me memoria fat shkurtër. S'ka lidhje, s'kam të punoj sa interesant. Nuk po, me bëj pyetje. Si e kupton ti kur fillon të të pëlqejë person? E vrejnë ai personin që kam përballë që pëlqen. Si? E vren ai? E vren. Po e vren. Nëse mu më pëlqen, ai e vren edhe Por unë e vrej, po të pyes ty. Mateo, Unë po të pyes ty. mos më bë nervoz, seriozisht e kam, mos më bë nervoz. Po të bëj nervoz, unë e vrej për Okej, ti e vren për vete. Si e dallon ti thash, jo si e dalloj unë. Unë po të them që ti ki nevojë me shku mu kontrollu te një okulist. Do më kontrollosh? Se jo, unë jam okuliste. Te një okulist më shku mu kontrollu se ki nevojë për lente ose syza. Pse? Se nuk shef mirë. Po ty të shoh shumë qartë. Po shef qartë, po gjana nuk i shef qartë. Oh, shumë qartë. Unë kam thënë, s'kam pëlqen për ty. Ti mund ta thush me çfarë lidhje ka? Okej. Unë s'do zje me ty që ti të më shprehësh. Unë bëra pyetje tjetër. Tash, si e ndjen ti? Jo si e dalloj unë. Unë thash, në momentin që unë kam pëlqem, personin që kam përballë e kupton. E kupton personin që kam përballë. Edhe normalisht e shpreh, pse jo, s'ka gjatë keqe. Ore hiqe këtë, e shpreh se shpreh. Është shprehje